Përshëndetje miq, kjo është dreka ime për sot, shpejt, thjesht dhe shishëm. Sot u ktheva nga puna, i mora punën të mëngje, thash me që ka diell, do përgatis receta, do posto receta, do bëj lavatriçe, do bëj këtë, do bëj atë, më the të thash. Kur më marri nga puna më thonë, "O Eli, të lutem na vjen prap në punë sepse na mungon një kolege." O bobo, thash, mi prishë planet. Megjithatë thash, Eli, përvish mëngët, një recetë do ta postosh se s'bën sot në një mikser, djath stracchino, 2 pako, një avokado, një thel pudër, salam djeks, nduja ky të kënaq. Jo shumë ose shpikant, i hodha pak gjalp, krip, piper. Nëse nuk ju pëlqen gjalpi, hidhni vaj ulliri. Mua pëlqen gjalpi. Kremi fantastik ky kombinim. Provojeni. Në një digan gjalp, 2 kokraves, pak krip, unë i lash pak surbull vezët, i mbulova me kapak. Sot poqa dhe bukën qëmpik të mëngjesit, me gjithmonë që u kënaqa. Ja kështu shikoni tani, hedhim pak gjalp si për vezëve që të ngjojmë edhe bukën. Nuk ka si gatimet e shtëpisë, nuk ka. Shiko çfarë bukurie ka dhe pjata. Unë këtu tani këto recete përgatita me shpejtësi, se do ikja prap në punë 3:30, me gjithmonë të ulova e po u kënaqa. Më shijoj pjata, kjo ishte buka që përgatita sot mëngjes, se kisha përgatitur dje me tharm, me miell, semola di grano duro, doli vërtet fantastike e butë, si pambuk, thash e kam për gjithë javën. Skuqi me 2 feta ndigan me pak gjalp. Shikoni tani edhe ngjyem edhe bukën me kremin, me vezët, zot fundi i botës. Qa ta hash, kur të hoteli ta hash me sy. Më duhesh edhe një gotë verë këtu, mirë po të ikisha prap në punë dhe thash jo Eli, se fillon e qesh pasaj tek puna. Apo se nuk ishe edhe njerë sot. Edhe kaq, ju përshëndes, tani do të çlodhemi qik dhe do të çojmë pastaj. Ciao, ciao!